Në kuadër të manifestimit kulturor Vera Tetovare, në Tetovo mbajt paneli I diskutimit me temë diaspora dhe Tetova, ku morën pjesë mërgjimtarë të suksesshëm nga fusha e biznesit, institucioneve dhe vendimarrjes në vendet ku jetojnë. Në panel u diskutua për forcimin e bashkëpunimit ekonomik e shoqëror me diasporën, si dhe për krijimin e kushteve më të favorshme për investimet e saj në Tetovë. Panelistët vlerësuan se diaspora mbetet një nga asetet më të rëndësishme për zhvillimin e qytetit dhe theksuan nevojën për krijimin e urave të bashkëpunimit ndërmjet mergatës dhe institucioneve vendore. Qëllimi I këtij aktiviteti ose I këtij paneli diskutimit është që të kuptohet pak edhe në kuptimin e akademik social ndikimi I diasporës Tetove dhe si mund të krijohet pak ura lidhëse në të ardhmen që një qytet si është Tetova që ka shumë mërgat jashtë, si mund ato të paktën jo në kuptimin t'i kthejmë, po si mund ato të kontribuojnë pak më shumë, si të krijon ura bashkëpunimi, si t'i lehtësojmë investimet atyre që dojnë këtu, si mund jo vetëm në aspektin ekonomik, po edhe në aspektin shoqëror dhe në aspektin intelektual, si mund të kontribuojnë ato këtu. Kryetari I klubit të biznesit Gafar Veseli tha se organizimet të tilla kryen mundësi për koordinim më të mirë ndërmjet diasporës, institucioneve dhe komunitetit të biznesit. Është shumë e mirë domethënë dhe është shumë interesante domethënë që organizohet domethënë kjo konferenca sot për herë të parë. Edhe besoj se do jetë një traditë domethënë edhe në vitet e ardhshme. Të paktën të bëhemi bashkë domethënë që të njihemi mes vete. Domethënë, po edhe qytetit kontribuojmë domethënë për qytetin apo për vendlinjen domethënë deri diku këtu. Ne si unë personalisht dhe sekretari I klubit të biznesit, që jam në Maqedoni, Gjermani, domethënë me Selin në Berlin, jemi shumë të angazhuar domethënë që të kemi një bashkëpunim domethënë me institucionet shtetërore domethënë edhe komunën këtu në vendlinje, që të mund të bashkërendojmë domethënë pjesën e investimeve apo interesit të diasporës apo të kompanive gjermane për investime në vendlindje këtu. Edhe Lumni Ademi vlerësoi lidhjen e fortë të diasporës me vendlindjen duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm. Jam shumë I nderuar pra të jem pjesë e këtij paneli diskutimi me temën diaspora dhe Tetova. Pra këtu vëret një lidhshmëri shumë e madhe ndërmjet diasporës dhe vendlindjes dhe në këtë drejtim ne këtu sot do të prezantojmë pra të gjitha mënyrat domethënë se si mund të krijohet një bashkëpunim I tillë në këtë drejtim. Kryetari I komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se ky panel pasqyron realitetin e sotëm të diasporës shqiptare, e cila përfaqësohet nga njerëz të suksesshëm në biznes, institucione dhe organizata në vende të ndryshme të Evropës dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, ky është një format që krijon hapësirë për bashkëpunim më të ngushtë dhe përfshirje më të madhe të potencialit të mërgatës në zhvillimin e Tetovës. Besoj fuqishëm që ky format I këtij paneli që është sot është më se I përshtatshëm dhe reflekton realitetin që po na vjen. Edhe në aspektin geografik, kemi, siç e përmenda, përfaqësues nga gjithë shtetet europiane, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga gjithë vendet ku fatkeqësisht zhvillimet në të kaluarin kanë detyruar që të largohen shqiptarët të emigrojnë, por edhe në aspektin e angazhimit kemi nga sektori I biznesit, organizata të biznesit, kemi përfaqësues të institucioneve në pozita të rëndësishme në institucionet në Zvicër, në Shtetet Europiane, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke folur për të drejtën e votës së diasporës, Kasami tha se po shqyrton modele që do të mundsonin mërgjimtarëve të votojnë nga vendet ku jetojnë, përmes postës ose në mënyrë elektronike. Ai shtoi se diaspora mbetet një nga prioritetet e institucioneve dhe se angazhimi për të përfshin më shumë procese demokratike dhe zhvillimore që do të vazhdojnë. Po bisedohen opsionet që diaspora të mund të votojë, bisedimet janë të ketë mundësi të votës ose përmes postës ose votimit elektronik duke shfrytzuar teknologjitë e fundit. Por ajo që mund t'ju themi që punojmë dhe garantojmë që nuk e harrojmë diasporën, përkundrazi është në krye të prioriteteve tona dhe të agjendës tonë. Paneli Diaspora dhe Tetovo vlerësua si një nga mundësitë për të forcuar lidhjet ndërmjet Tetovës dhe Mërgatës me synimin që përvoja njohurit dhe investimet e saj të kontribuojnë më shumë në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të qytetit.